Çdo ditë ke dy zgjedhje, të përqendrohesh te ajo që është e gabuar ose të përqafosh atë që është e drejtë. Zgjedh mirënjohjen, zgjedh gëzimin, zgjedh të shohësh bukurinë në gjërat e vogla dhe jeta do të bëhet edhe më e pabesueshme nga sa e ke imagjinuar. Prandaj, mos u befasoni kur asgjë nuk ecën ashtu siç dëshironi, sepse mund të keni bërë zgjedhjen e gabuar. Zgjedhja e gabuar është qëndrimi juaj ndaj mënyrës së të menduarit. Njeriu bëhet ai që mendon shumicën e kohës. Prandaj, zgjedhni mendime që sjellin paqe, harmoni, begati, prosperitet e tjera. Ky libër ju mëson pikërisht këto dhe mund ta gjeni në profilin tim në website blerinvizhakaj.com. Ju falemnderit dhe mirupafshim.